Jeta ndaj vdekjes, e mira mbi të keqen, drita mbi errësirën, shpresa për një jetë më të mirë. Këto janë mesazhet që u përcollën në kremtimin e Pashkës, ringjalljes së Krishtit, një ndër festat më të rëndësishme për besimtarët e krishterë. Këtë vit Pashka u festua në të njëjtën ditë si nga të krishterët katolik ashtu edhe ata ortodoks. Në mesnatë ngjallja e Krishtit bëri bashkë besimtarët edhe në kishën ortodokse të Shkodrës, ku këmbanët lajmëruan ngjalljen e Krishtit dhe së bashku me të edhe mesazhet e besimtarëve në këtë moment të veçantë të besimit të tyre. Me Shaul Hoxh nga Nikola Petani, famulitari kishës ortodokse. Ndërkohë në katedralen ortodokse ngjallja e Krishtit në Tiranë mesha u drejtua nga kryepiskopi Joan, i cili dha mesazh shprese. Besimtarët ortodoks sipas traditës marrin dritën pas përfundimit të meshës. Pashka është përkujtimi i ngjalljes së Zotit Jezu Krisht dhe vërteta themelore e besimit dhe jetës sonë. Nëse nuk do të kishte pasur ngjallje, nëse nuk do të ishte mundur vdekja, atëherë predikimi dhe besimi në krishter do të ishte i kotë, thekson apostulli i madh. Sepse vetëm nëpërmjet ngjalljes së Zotit, natyra jon njerëzore mori rëndësinë dhe kuptimin e saj të vërtetë. Fitoria e tij mbi vdekjen është një fitore universale për të gjithë kohrat dhe për të gjithë popujt. Fitore me të cilën mund të gëzohet çdo njeri. Çdo fitore tjetër në botë ka krijuar ndarje dhe vazhdojnë të ndajnë njerëzit nga njëri tjetri. Kur një fiton, një tjetër humb. Njëri gëzohet, tjetri i dhërohet. Ndërsa në fitoren e ngjalljes së Krishtit duhet të gëzohen të gjithë, sepse mundet vdekja, armiku i përbashkët i të gjithë njerëzve.